30 sekondat e jetës tënde. Mik I dashur, nëse në ndodh në pikë të natës një dridhje në shtëpijet tona, një tërmet I fuqishëm dhe kështu me radhë, dhe ti zgjohesh I hutuar, duke marrë njërin fëmijë dhe tjetrin duke vrapuar shkallëve përposhtë që dalësh jashtë me teshat e gjumit. Nuk shikove anësh në qoftë se e more iPhone-in tënd, apo nuk shikove anësh në qoftë se e more televizorin tënd apo çelësat e veturës të cilën e ke të parkuar në garazh. Dhe më interesante, rruga prej katit parë deri në tokë jashtë ishin vetëm 30 sekonda. Këto ishin 30 sekondat e jetës tënde, po të duken sikur kalove prej një jetës në jetën tjetër. O Zot, po të ishe në katin e 10 dhe sa do të dukte kjo rrugë që çdo ditë e kalon për 2 minuta. Miqtë dashur, problemet e dynjas I harove përmenjëherë me këtë dridhje. Komshiu me të cilën non-stop po ke probleme, tani po munduan rreth shkallëve të ndihmoni njëri tjetrin. Malli dhe dynjaja të cilën e ke parkuar në garazh, e harove për një herë dhe nuk e more me vete. Dhe vrapi mas dynjas dhe punëve të kësaj dynjas përmenjëherë u azgjësua. Malli për të cilën ne hidhrohemi dhe shkatërrojmë edhe familjet e tëra përmenjëherë u humb dhe u azgjësua. Një dridhje 30 sekondësh ta bëni me dije se çka është realiteti I dynjas dhe cilat janë vlerat në dynja. Allahu thot në Kur'an: "A u siguruat ju nga ai që është në qiell se dridhjet e tokës nuk kanë për t'ju lëshuar juve përposhtë?" Ju siguroj dikush? Andaj, miqtë dashur, le t'i japim një rëndësi asaj që me të vërtet ka rëndësi dhe në nivel të dytë asaj që ka pak rëndësi. Duani njëri tjetrin, përkujdeseni për farafisin tuaj, për komshit tuaj, për fëmijët të juaj dhe jepni rëndësi në vit para kësaj. Të gjithë tjerët janë pak më rëndësi. Allahu ju ruajt nga dridhjet e tokës, nga djegjet të ndryshme, e kudo që jeni mbetësit mirë. Allahu ja pranoft ditën e agjërimit. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.